këtë bisedë në YouTube. Mirë se keni ardhur, do të sqarojmë misteret e rrethave të grurit, rrethët e grurit. Kush ka dëgjuar për crop circle në gjuhën anglisht, quhet crop circle. Janë disa rrath që bëhen një gjeometri e shenjtë, shumë e bukur dhe shumë e saktë, që bëhet në tokë. Domethënë bëhet në tokë bëhet në fakt jo vetëm tek gruri, bëhet në borë, bëhet në gjithë botën bëhet, por sot do të flasim saktësisht, po mirë se erdhët. Do të flasim saktësisht, në fakt unë kam qenë në rrethët e grurit, kështu që flas dhe nga eksperienca ime, nuk janë gjëra vetëm kështu gjëra teorike. Dhe konkretisht për rrethët e grurit, për këtë gjeometri të shenjtë që është një gjë, është një fakt, nuk flasin shumë veta, sepse nuk e din tamam. Shumica dhe kur japin lajmet ose kur japin këto kanalet Explore apo ku e diun thonë i kanë bërë UFO-t, alienët. Pra për këtë çështje do të flasim sot. Mirë se erdhët. Jeni gati? Besoj se që shikojmë nga Instagrami janë gati. Okej. Shumë mirë. Rrethët e grurit. Në ditët e sotme, shkenca, matematika apo fizika, apo kanalet Explorer, apo ku e diun mediat, nuk sqarojnë, apo BBC, apo këto gjërat që merren gjasme me shkencën, nuk sqarojnë asgjë të saktë mbi formimet, janë forma, apo vizatimet që bëhen në tokë, vizatimet mistike tek të kodhurat e grurit, apo rrethët e grurit, që kanë ndodhur kudo në botë, por sidomos rreth 20 viteve të fundit. Ka ndodhur shumë, sidomos në një pjesë të Anglisë, që mbahet pra si një vend i lashtë, vend i vjetër, aty thuhet që ka një fushë magnetike shumë të fuqishme. Është si toka që ka, si trupi ynë që ka çakrat ose energjitë, këtu ka energji tjetër, në një vend në trup ka energji tjetër, ashtu dhe toka, gjithë toka ka çakrat e veta, ka energji të ndryshme në vende të ndryshme. Ja po themi neve për shembull te ne shqiptarët, kisha e Laçit për shembull, se kemi ca studentë lotososh në Laç, që po na ndjekin, aty është vendi është i shenjtë, nuk është kisha, vendi që ka ndërtuar është toka. Ose në Shqipëria ka shumë vende të shenjta apo jo? Pra kush është toka e shenjtë? Për shembull, në Angli ka ndodhur pra shumë rrethët e grurit që quhen pra në një fushë magnetike ley lines në Abury sidomos. Në këtë vend në Angli, ku kam qenë dhe unë në fakt 3 herë ose 4 herë. Në këtë vend në Angli kur gruri rritet deri në një farë gjatësie, domethënë kalliri, si quhet kalliri grurit? Do t'i dërgoj unë Artemisa. Abury, si quhet Abury, diçka e tillë. Sidomos aty, shumë. Unë isha vitin që kaloi madje. Këto vizatimet pra mbi grurin ndodhin në më pak se 1 sekond. Kalliri, po, shumë bukur. Kalliri i grurit, s'po e gjeni emrin, se anglisht quhet ndryshe. Pra ndodhin çdo vit ka ndodhur, sidomos në këtë pjesë të Anglisë, ku i njohim domethënë shumë mirë, kur gruri rritet, pra kalliri i grurit rritet në një farë gjatësie, çdo vit në prill apo në maj fillojnë deri në shtator-tetor, kur mbaron sezoni. Por këto vizatimet ose këto formimet të crop circle ndodhin në një më pak se 1 sekond. Sa që asnjë kamera nuk arrin dot ta fotografojë, ta filmojë kush e bëri, kush u fut, kush doli, kallëzat e grurit, kallëzat, kalliri,
Apo kalliri i misrit quhet kur është i mbaruar. Kallëzat e grurit, po. Ja, do ta tregoj me foto këtu për videon që po regjistroj të paktën në YouTube, mund ta shikojnë për çfarë po flas. Për kallëzat, kallëza e grurit. Ja kjo këtu. Për shembull këtu shikojmë në foto, po ta shikoni mirë juve që jeni të paktën në YouTube do ta shikojnë. Është pikërisht këtu. Shikojnë se janë kallëzat e grurit. Do më thënë, fillimi i sezonit të grurit. Këtu edhe këtu, kjo. Tamam, kjo është tamam. Duket i qartë apo jo? Kallëzat e grurit. Dhe pikërisht kur kalliri i misrit kallëzat, po. Ashtu siç e tha dhe Biti pak më parë. Sepse ndodhin në një më pak se një, ndodh shumë shpejt. Pra në fushën e grurit, ku është nuk ka asnjë radhë gruri, dhe pas një sekonde fap ti shikon po në të njëjtin vend, shikon të mbaruar dizajnin. Dhe është një shkallë shumë e lartë e gjeometrisë së shenjtë. Për shembull për gjeometrinë e shenjtë unë personalisht kam mësuar nga profesori Petrozhei. Ai thoshte e kishte shumë për zemër gjeometrinë e shenjtë dhe ai më mësoi mua. Në fakt dhe është një gjë që nuk mësohet në përshkolla fatkeqësisht. Gjeometria e shenjtë, gjë që duhet bërë. Më kanë pyetur, po e bëjmë këtë sot, pra sepse më kanë pyetur a janë këto formime mbi tokën a janë të ndërtuara nga njeriu? Po. A janë të ndërtuar? Apo ha Manjola, ha pra ti? Na e trego si thuhet, kallëza. Pra. Kallëza e grurit, okay. Debat sot me studentët të shohin si quhet kalliri. Kalliri quhet i misrit apo jo? Kallëza e grurit. A janë këto formime, këto dizajnet të gjeometrisë së shenjtë që bëhen shumë shpejt të ndërtuara nga njeriu? Sigurisht ka shumë që thonë që janë të ndërtuara nga njeriu, por në fakt nuk janë të ndërtuara nga njeriu. Është gënjeshtër po thuash e ka ndërtuar njeriu. Njeriu mezi i duhet një kompas, i duhet gjëra për të krijuar një rreth, për të kryer disa rrath, për t'i kombinuar me njëri tjetrin, jo me ta bëjnë në tokë aq gjigante 1 kilometra me 1 kilometra. Janë për masat. Në përgjithësi, ose më të mëdha ose edhe pak më të vogla të këtyre formimeve. Këto rreth gruri pra janë matematikë gjallë, janë shumë të përsosura dhe asnjëherë nuk dëmtohen bishtajat apo pjesa e gjatë e grurit, jo bishtajat, kallëzat e grurit, tek rrethet e grurit nuk dëmtohen nga ata që e krijuan rrethën e grurit. Dhe gruri del prej tyre gjithashtu. Pra nuk është se është e prishur ajo pjesa, është e trajtuar shumë mirë, sepse këto qenie që e kanë ndërtuar këtë dizajn e respektojnë natyrën, nuk e prishin si ne njerëzit që jemi shkatron, ndërtojnë një betona, ndërto pallate, kujtun etj. Pra është një nga fenomenet fizike dhe paranormale. Në fakt, siç thot profesori Petrozhei, paranormale është normala e parë. Po për ne sot nuk quhet më normale, sepse kemi humbur lidhjet me natyrën, me më të lartin, me hyjnoren. Okay? Pra, crop circle është një fenomen në fakt të fizik, që shifet në planetin tonë, pra nuk shpjegohet dot nga shkencëtarët tanë të sotëm, por këto rrethet e grurit, po, pikërisht, këto rrethet e grurit janë pra kanë simbole që kanë kuptime. Madje një simbol pra mund të mbarti shumë kuptime. Është lidhja e botës son 3D, ne jemi në botën tridimensionale, me dimensionet më të larta. Në fakt është një dëshmi e gjallë e lidhjes paska botë më të larta. Crop circle është një dëshmi e gjallë. Qeniet që banojnë në dimensionin e 4, pra jo ne, 4, i krijojnë këto dizajne këtu në tokë. Vinë
Madje unë fakt kam edhe disa histori tjera, por nuk kemi kohë t'i themi këtu. Janë shumë mistike, por edhe fizike në një farë mënyrë. Pra, qeniet që banojnë në dimensionin e 4 i krijojnë këto dizajn. Ato vinë në tokë edhe ndodh shumë shpejt. Ne ndodhemi, për shembull po të ndodhemi ne në 2 dimensionale në plan. Po të ndodhemi në një plan dhe është pra njësoj si kur të vendosësh në 3 është njësoj si të jesh në 3D dhe kur vendos një objekt 3D, për shembull një mollë, në një plan, neve që jemi në plan, ne nuk e shikojmë mollën, po shikojmë gjurmët e saj. Pra, ne shikojmë gjurmët e mollës në plan, e mollës ose një objekti 3D. Dhe neve këto gjurmët janë pikërisht crop circle. Pra është gjurmë, është si vullosur dhe ndodh shumë shpejt. Papam! Më pak se 1 sekond. Kështu ndodh pra dhe nga 4D në 3D. Ne shikojmë vetëm gjurmët. Rrafët e grurit nuk krijohen nga njeriu, por nga qeniet 4D, 4 dimensionale. Sepse njeriu e ka të pamundur të shkojë atje me kompas gjigant, të vizatoj kaq dizajne gjigante, në një fush gruri me përmasa 1 kilometër, 1 kilometër, njeriu nuk e ka atë teknologji dhe askush nuk ka parë njerëz atje, fermerët që banojnë aty, nuk kanë patur njerëz që kanë filmuar ose do bëjmë këtë crop circle ose kështu. Në Angli dhe është pra krijohet shumë shpejt. Një njeriu nuk e bën dot, dhe s'ka për ta bërë kurrë, sepse është një teknologji pra e lartë. Këto crop circle, rrafët e grurit, dhe është shumë perfekte, po, shumë e saktë. Pra, këto crop circle kushdo mund t'i shikojë. Nuk mund të thuash, ua, e bëri fantasma dhe është diçka fizike që e ke aty, mund të shkosh. Unë kam shkuar aty, po bravo, ka një energji shumë të madhe aty. Është shumë e vërtet. Ka ca njerëz që merren kështu shpirtëror që shtrihen aty. Por crop circle, sidomos në Angli, janë shumë të lidhur me gurun, pra Shan Trivedi. Ai luan, bën koncert në crop circle. Ka 20 vjet që bën. Dhe këto janë të dokumentuara në kanalin e tij Lotus Ocean. Mira rreth gruri, ai flet, pra, dhe rrafët e grurit bëhen. Kuptohet nga qeniet 4D. Okej? Duket si prall, por në fakt është shumë e vërtet. Unë pra kam qenë 3 herë brenda këtij dizajni rrafën e grurit dhe ishte një energji fantastike, një eksperiencë shumë e bukur. Është një energji e fuqishme dhe sigurisht është shumë e sigurt që nuk është ndërtuar nga njeriu. Pra Shan Trivedi, besoj ju e njihni, është guru juaj, e studentëve të MIT Lotus Ocean. Pra Shan Trivedi në 2007 ishte në një shpellë keltike, pra në Angli, duke kënduar, duke bërë chant, duke kënduar pra ajo me zërin e tij shumë bukur. Pra është mantra e tij dhe të nesërmen u krijuar simboli i ajumit me të vërtet në fushën e grurit, shumë gjigante. Afër kësaj shpellë keltike, pra ku pra Shan Trivedi këndoi. Për ne sot duket çuditshme, por në kohë të arta, kur një njeri ose një qenie e lartë thoshte diçka me zë, ajo manifestoi aty për aty. Duket si magjike për ne sot, por në fakt kjo tregon pra nivelin e qenies që e thot dhe manifestohet, për shembull në formën e crop circle këtu. Ja, mund t'ju tregoj dhe fotot biles këtu të pitit. Okej? Ja, kjo për shembull këtu është crop circle në 2007. Pra këto janë gjëra fakte, janë gjëra të vërteta, nuk është kështu që po flasim me kjo shpella keltike, ku piti. Dhe ka video për këtë te Lotus Ocean, kushdo mund ta shikojë. Madje është filmuar dhe është filmuar në fakt se si u ndërtua crop circle me tavasht, po është bërë si flash, është bërë shumë shpejt. Këto janë disa të tjerë crop circle që do flasim. Pra është ngjarje që ndodh aty për aty. Okej? Mund ta shikoni foton, mund shikoni edhe video. Duket qartë pra që njeriu nuk mund t'i vizatojë në një fushë 1 kilometër me këto përmasa.
madje as pa e parë as fermerët që ndodhen aty dhe këto rrath janë shumë të përsosur. Pra Shan Trivedi pra ka mbi një video ku ai këndon dhe të nesërmen shfaqen në Angli kryesisht vizatohen rrathet e Krurit me temat që ai këndon ose deklaron. Dhe temat kryesisht janë shumë interesante. Energjia femërore Shakti, Kundalini, svastika, syri tret, 7 çakrat, detaje mbi to, paradigma e fytyrës së Krishtit apo Krishnës, apo Pitit, balanca hënore diellore, zogj hero shtektar, simbolika e numrave, të gjithë numrat, okay? Kuptimi i tyre, infiniti, qëndra, shriyantra, dhe shumë të tjera. Janë shumë interesante në fakt dhe duhen studiuar, por në ditët e sotme njeriu i thjesht sikur s'ia vë syrin shumë këtyre gjërave, duket se aliena UFO. Në fakt nuk e bëjnë. Edhe për alienët UFO, domethënë, edhe UFO-t është si një e kanë shtrëmbëruar dhe këto mediat në fakt. E kanë thënë që i bëjnë UFO të vinë këto, edhe UFO-t e bëjnë 3D. Domethënë ajo anija fluturon gjas me këto gjërat, e bëjnë që njeriu të mendojë që ka UFO e kështu gjërash. Jo, nuk është ajo, është më spiritual, është një inteligjencë, nuk janë ato, edhe këto UFO dhe këto gjëra që bëjnë janë brenda 3D-s dhe ato janë bërthyer brenda Matrix, si ne, njerëzit. Por këto rrathet crop circle bëhet nga qeniet shumë inteligjente, janë mbi botën tonë, pra dëshmojnë që ekziston një botë më e lartë. Dhe ti mund shkosh aty, po duhet kuptohet punosh me veten të evoluosh këto gjëra. Dhe pikërisht si bëhen këto gjëra, si evoluon njeriu, të gjitha këto janë kuptimet e këtyre simboleve. Në Angli për shembull ndodhet kali i bardh, kush e ka parë? Unë e kam parë. E ke parë? Artemis? Aha. Ku në fakt ajo është ndërtuar, është krijuar nga druidët që kanë lënë si shenjë para afërsisht 500 viteve ose diçka e tillë, në fakt e kanë lënë si shenjë se dinin që avatari do të jetonte aty. Edhe në fakt avatari jeton aty edhe sot. Pra simboli i avatarit ose mishërimi i avatarit të 10 i fundit që kaloron kalin e bardh, quhet, që përfaqëson pra ADN-n e avatarit hero që do të kapë përsëri shpejtësinë e dritës, shpëtimtari që do të shpëtojë gjithë e tjerë, janë simbole, domethënë. Dhe pra shpëtimtari që vendos se kush do të shpëtojë në periudhën e gjykimit, që është tani gjithashtu. Sa herë pra Shan Trivedi realizon një koncert aty, çdo vit qeniet 4 do i përgjigjen mantrave të tij dhe vibracioneve, sepse fjalët zëri janë vibracion që mund të komunikosh me hyjnoren, me më të lartin hyjnoren apo jo. Dhe këto vulosen, domethënë vulosen. Këto simbolet bëhen shumë shpejt. Nëse një njeri dyshon si në çfarë qyteti jeton Pit, po shkruajmë vetë. Qa do dhe adresën tani? Patjetër, mund blidhemi në shqiptarët, mund shkojmë në Angli dhe të takojmë. Në fakt unë kam qenë aty dhe me studentën Meet Lotus Ocean, edhe një nga rrathet e Grurit, gjithashtu, madje para 2 vitesh ose diçka e tillë. Kam qenë dhe me grupe të huaja dhe me Pitin, gjithashtu. Kanë qenë dhe shqiptarë aty. Mund blidhemi përsëri, mund blidhemi një grup shqiptarësh, kur Piti të bëj koncert aty, mund të shkojmë dhe ne. Që është bërë, mund ta bëjmë dhe vitin tjetër. Tani që kemi avatarin, se avatari lind një herë në 15 vite, nuk është si neve që jemi të mbërthyer në ciklin lindjeve vdekje, ciklin lindjeve vdekjeve. Nëse një njeri dyshon se a ka botë apo dimensione më të larta dhe më të mira se toka, se bota jonë toksore, atëherë crop circle është një dëshmi e gjallë se botët e larta ekzistojnë dhe mesazhet e tyre janë të vulosura në tokë. I ke hapi syt, shiko, e ke të madhe biles, e ke nuk është kështu e vockël. Sigurisht që këto dizajne kanë ndodhur dhe më përpara, okay? Por nga viti 1975, kur ka lindur avatari, nga 75-a e tutje ka ndodhur shumë. Ka ndodhur shumë. Mund të ndodhin dhe në rër, në plazh, në malet Himalaja, në Bor janë shfaqur gjithashtu rrathet e Borës, edhe në vende të tjera. Në fakt,
Edhe në Gramsh ka ndodhur. Po, shqiptarët nuk i dha rëndësi në Gramsh, edhe ka dhe një arsye pse ka ndodhur në Gramsh. Në fakt nuk kam punuar me Idër Central në Gramsh dikur. Si, a parashikon? Shkruaj çik mirë pyetjen që ta themi përgjigjen, mirë? Kuptoj pyetjen që ta përgjigjem unë. Pse fenomeni i rrafeve të grurit ka rëndësi? Pse po e flasim në sot? Okay? Sepse tregon lidhjen dhe mesazhet direkte midis botës tonë të vdekshme, sepse këtu njeriu që lind vdes apo jo? Dhe lidhjen midis botës tonë dhe botës së lartë të pavdekshme. Këto qenie që jetojnë në 4D nuk kanë si neve dhimbje, smundje, vdekje, këto gjërat. Pra në një botë si për pa dhimbje, pa vdekshme, parajsore. Pra bota e parimeve të pastra. Këto dizajne që i ndodhin këtu janë fizike dhe çdo kush sigurisht mund t'i shohë i prek, i aty. Tregon se ekzistenca e universit është e bukur, nuk është vetëm toka që ka halle, probleme, këto gjëra që kemi në brenda Matrixit, pra do thotë që ekzistojnë dhe gjëra më të mira, të cilat ti mund t'i mësosh se si ti përjetosh dhe t'i arrisësh nëse do. Nëse s'do rri këtu, ose edhe më keq. Po. Është përhapur ideja, pra se janë UFO-t që i ndërtojnë këto dizajne. UFO-t e krijuara nga mashtrimet njerëzore, madje UFO që fluturojnë në 3D, është shumë koncept i gabuar. Nuk janë pra as UFO-t, as gjindët, apo të tillë qenie apo alienët. Nuk janë ato që i bëjnë. Nuk ka aq teknologji të lartë. Bëhet nga një qenie shumë inteligjente, që është përtej botës 3D. Okay? Rrafet e grurit apo këto dizajne nuk krijohen nga qeniet, qoftë në formë shpirti, gjinde apo kudionos, që janë të bllokuar këtu. Këto dizajne krijohen nga qenie të larta, e përsëris 4D, që vinë pra dhe vullosin këto gjeometri të shenjtë për t'i dhënë njerëzve dituri hynore. Po edhe njerëzit ditë sot zbegenisin, nuk duan të psojnë. Për shembull, ke video të Pitit te Lotus Ocean me mira. Ai sqaron shumë bukur. Në fakt sqaron se si njeriu evolon dhe del nga Matrixi, duke evoluar, duke qëndërzuar trupin, po dhe duke evoluar në ADN-n, domethënë përmirësimin e ADN-s, gjë që edhe shkenca e biogenetikës e thotë në ditët e sotme. Deri diku, pa ato nuk e dinë sekrete, sepse është dituria vedike që tregon. Dhe ndodhet sigurisht dhe brenda gjuhës shqipe, po duhet të jesh i stërvitur nga profesori Petrozhej për t'i kuptuar, sigurisht. Rrafet e grurit ka padur po në Gramsh. Jo një, po disa rraf të përsosura. Pastaj ato që ishin atje doli në përlajme, kështu, por u injorua, sepse, domethënë, kur spyt ato që din, normale. Sido që t'jetë këto dizajne nuk përshkruhen, pra nuk diskutojnë nga mediat botërore, sepse njerëzit kështu, në qoftë se mediat i bëjnë të madhe këtë gjë, aty do të mësosh diçka, zgjedh një mësim. Aty do mësosh si del nga Matrixi, çfarë cilësish ka kjo botë e sipër me parimeve të pastra parajsore, çfarë do thot immortaliteti, janë shumë gjëra të larta, ça media, këto nuk normal që s'do t'i prekin. Le që nuk dua njerë që neve njerëzit në këtë sistem brenda këtu të kesh dituri, të dalësh nga sistemi. Më mirë të jesh një skllav i bukur i vogël. Pra formimi i rrafëve në tokën tonë 3D është thjesht gjurma që ne shikojmë të vullosur pra nga qeniet 4D. Njësoj sikur të kesh pra një trup 3D që ka një gjurmë në plan. Edhe pasi e korrura dhe sezoni i korrjes në fakt të ketë mbaruar përsëri këto gjurmë të rrafëve të grurit gjenden aty. Pra nuk është sipër, është gjurmë. Rrafet e grurit janë një fenomen interdimensional, domethënë e kalon dimensionin tonë. E gjithë, në fakt, duhet ishte gjë interesante për gjithë njerëzit. E gjithë bota pra duhet të shikojë rrafet e grurit. Është një fenomen që tregon qartë se ekziston një realitet mbi botën tonë fizike. Tregon se ndryshojnë gjithashtu epokat.
tregon epokën e ujore që fillon tani, detaje, qyshtek, pse po ndryshon epoka dhe për këto informacione të tregon rrethët e grurit. Nëse njerëzit nuk i japin rëndësi këtij fenomeni fizik që të lidh me botën e sipërme, kjo tregon që njerëzit nuk intereson bota e sipërme. Është keq për neve, ne dalim si jo të zgjuar. Do thotë që ty nuk të intereson parajsa, nuk do dituri parajsore. Është sikur të injorosh hynoren kur nuk i studion këto crop circles. Pra jemi në një epokë ku njerëzit kanë prova për parajsoren dhe botën e mirë të lartë dhe nuk tregojnë interes, që në fakt ka pasoja negative, sepse do thotë ti nuk i vë rëndësi këtij fenomeni interdimensional. Po flasim tani sigurisht në përgjithësi. Qeniet 4D kuptohet nuk i përgjigjen çdo njeriu në tokë, për shembull po të shkojë një njeri i zakonshëm, shkoj aty dhe të këndoj dhe do mendoj se do t'i vuloset fjala që i tha. Pra nuk ndodh kështu, sepse qeniet 4D janë sigurisht parajsore më të larta se toka dhe i përgjigjen vetëm atij apo asaj, atij që ka një zemër fraktale, që është një qenie evoluar në tokë, si për shembull avatari. Okej, përgjigjet vetëm të vërtetës dhe qëllimit të pastër hynor. Është diçka sa magjike, është dhe reale. Si Mirlinda? Sa qëndrojnë këto radhë? Qëndrojnë gjithë verës, qëndrojnë. Në madje dhe kur bie borë dhe kur vjen dimri, mund të shohë gjurmët e atyreve, domethënë me muaj qëndrojnë. Radhët e grurit, pra kjo gjeometri e shenjtë është diçka e pamohueshme, sepse qëndron aty përpara të gjithëve, është fakt. Pra këto radhë gruri paraqesin parimet e pastra apo ligjet hynore të multiversit që qeverisin universin përjetësisht. Që neve unë i jap mësim tek meditimi lotusoshëm, gjithashtu këto parimet e pastra dhe ne i përdorim si mantra. Ja të tregojmë dhe ndonjë foto këtu të përjetimeve të pakta, një për shembull dhe këtu kemi simbolin të rrathëve të grurit, simbolin shtrijantrës, simbolin shumë interesante. Unë domethënë që jam stërvitur nga profesori Petrozhej për diturinë e simboleve, ishte me të vërtetë shumë interesante. Është fantastike. Okej, por më tepër sigurisht që mund të ndjekni dhe tek Lotus Ocean. Kanali i Pitit Crop Circle Lotus Ocean të dalin me mira video, mund të shikosh vetë. Bukur. A ka ndonjë pyetje? Për Crop Circle, rrethët e grurit, dizajnet, e kuptuan, besoj apo jo që bëhen pra një nga qenie shumë të larta inteligjente. Nuk bëhet nga ufët apo alienët këtu në 3D, apo nga njeriu, nuk bëhet nga njeriu. Mirë, ju përshëndes atëre. Unë tani do kem me grupin e avancuar seancë, por më përpara se të filloja këtu, kisha me grupin e ri të meditimit Lotus Ocean. Sigurisht unë nuk është se do jap mësim për Crop Circle tek meditimi Lotus Ocean, por mësojmë aty tek meditimi Lotus Ocean, mësojmë qëndërzimin e trupit, mëson se si ti thuash mantrat nga qendra e gojës në mënyrë që ti të fitosh vibracione të mira, të djegësh karmat e këqija dhe të evoluosh. Të gjithë jeni të mirëseardhur, ata që nuk kanë ardhur tek mua, gjithashtu pra mund të vinë te grupi i ri që unë kam hapur tani, dhe është i fundit pak a shumë për këtë vit ose i parafundit, mund të vini, mund të shkruani tek WhatsApp-i im. Okej? Ju përshëndes, kalofshi bukur atëherë.